Unë në moshë 3 pyetja por 18 vjeçar, Po. unë pak më i madh. Stash sa i kom botë 18. Po, kështu që tash po të kap ligji. Po, do të më rujt pak. Jo, një artist të ka prezantuar trakla më herët, 18 vjeçar që tash i ki disa muzika. Po. E muzika fundit është muzika si njofta. Po. Ku e ki lancu para një muaji. Po, para një muaji gjys. Qysh u prit muzika dhe sa keni punu në muzikën si njofta? Po, me të kallëzu drejta ajo kongo po këtë rasisht. Vesh kom shku në studio, asë kom shkujt tekstin, e veç ina më budha atë dhe ma boni producenti, hajtë hinë në gjëzone, pa e ditë kur gjë, veç e bona freestyle. Okej, edhe dull diçka. Për 8 minuta kom kry kongën. Sa është për 8 minuta? Po. Komplet konga, me refrende me këto. Sa është ti më shkru për ty? Që që shpekallëzën si histori, letë për doket. Jo, nuk ka letë. Okej. Për mu, ka njerë senet më të mira që i kom shkrujt, i kom shkrujt për 10 minuta. Okej. Po senet që i kom thonë shumë punë, për shembull 2-3 orë mi shkrujt, nuk i kom shkrujt shumë mirë. Kallëzoj kështë të Që shumë mënyra jote e shkrimit në ashta? Unë, për shembull, do na më konë pak, jam njeri shumë kreativ. Okej. Edhe do na me përjetu do sene, për me pas ma letë me shkrujt. Në qofë se jem të najtë veç në shpe dhe sim të po kërgjë, kam pak problem. Po nëse jem të liviz dhe jem të po sene, kam shumë letë. Mu frëmësu në ashta, kështu Po, inspirimi vjen, apo kuptan. Inspirimi vjen edhe pse se ki linë në Kosovë edhe i rritur në Londër. Po. Pse shkove atje edhe që shë jeta në Londër tash? Po, në Londër kena shku me familjen para 19 vite. Okej. Për një jetë më të mirë. Edhe jeta në Londër është që e ban ti. Dallën të karakteri. Për shembull, ka njerëz që shkojnë në Angli edhe shkojnë rrugëve të këqija, po ka njerëz që edhe shkojnë në Angli edhe bojnë shumë sene të mira. E tash veç dallën të njeri. A ka shqiptar shumë në Londër, se tash na e dim në për rrjetet sociale shumë shqiptar. S'ta merr mendja valla sa shqiptar. A ki bosh një atje të Londrës? Po, kam shqiptar. shok. Po, unë shok me të kallëzu drejt shumë sa i kam të Shqipënisë, Okej. Shkodrës, Tropojës, kam edhe do të Kosovës. Sa po të përkrahen? Orno? Sa po të përkrahen për rrugtimin e ri? Shumë kanë përkra, edhe do mi falenderu se më kanë thonë shumë mundësi. Tash ti në tregin muzikor je afërsisht 1 vjet. Po, ja kom nisë më marrë që 1 vjet, po Personalisht. kongën e parë kom publiku para 3 muaj. Kongën e parë para 3 muaj. Ku e morë vendimin që tash është koha perfekte për ti me nisë një rrugtim të ri në muzikë? Edhe më herët, a ki knu... Po me të kallëzu drejt, kjo punë nuk unë shumë e çuditshme. Unë para 2-3 vjet në kishton dikosh ti kemë bërë reper, se kisha marrë që atë njeri seriozisht, se më ka marrë mendje që kemë bërë reper. Okej. Edhe që ka ndodhur ngjarja që ja kom nisë muzikës, jena konë me Djem të Hallës në Brezovic, me një villë, jena konë të najt, edhe ata lëshu një beat në YouTube, edhe ma bënë hajtë bëjë një freestyle. Unë thash, hajtë, veç për bëjë një katë për qef. Edhe të bo freestyle, më kanë thonë Djem të Hallës, i ki 2 zgjidhemi, po ose bokser, ose reper. Dhe, po. Edhe unë thash, hajde. Reper, ma letë. Po, e kom provu edhe boksin. Okej. Edhe që tash po thonë që reper shumë aj letë. Po, disa e boks ku i dijet. Po, edhe repi mundet me pas kështu vështirë në shkrime edhe për puna. Punë e ka vështërësit e vetë, po... Tash, a ka ndiku stili Londrës edhe në muzikë tonë që ti sa dhe Po, gjithësysh. Normal, se edhe pse këtu jem dind edhe ato jem rrit, tash edhe mentalitetin e kam edhe pak si të këtuit edhe si të Londrës, po që ato i përzi në kongë, për shembull i bëj kongë edhe anglisht edhe shqip. Anglisht najherë, ti i bën, po na i full muzikë anglisht për me tentu tregun e Londrës? Me të kallëzu drejt nuk ka që du më fokusua nej, se aty është konkurenca shumë e madhe, për shembull vesh në lagje 20. Po të ki 20. Edhe tash më kapë më bubo të aman, kështu. E kam fjallin si qifti Central Sea. është shumë zarë. Edhe më konë ti për talent, edhe është trego maj madhë, me bo lidhja është ma zarë. Jem fokusu këto se vetë diqysh edhe kom pas qef. Me bo muzikë shqip. Shqip. Të kena në Prishtinë për pushime, apo na i projekt, atë në kështu i ri? Po, edhe për pushime edhe për punë. Tash, bele ma vonë jem të studio, të ke masteri, të studio pintave. Kome e nëgjizu një kongë që kome qitë Kamesi Kurikit, edhe jem të punu që
ashtë anaj 2-3 muaj me këtë këngë. Ti ki thonë gjithmonë se inspirohesh nga artist shqiptar, Ellenelli, MC Kresha e tjerë. A i ki taku? Po. Okej. Ellenellin e kam shok mas pari. Është shumë djalë i mirë. Kreshën e festimin edhe ata i një. Kom najnë studio me ta. Edhe në Londër kur kanë ardhur me bo koncert. Jem konë edhe aty. A ti kanë dëgju muzikat, po? Ellenelli po. Edhe Kresha me festimin po ma shumë Ellenelli. Ellenelli, qatë ka thonë Ellenelli, se Ellenelli është Ellenelli më ka... profi. Po, hera parë që kom shku në studio një tem, o kun me Ellenellin. Kena shku me të njafshëm, edhe kom taku, edhe o silë shumë mirë me mu, edhe më ka thonë të ki shumë talent, edhe o kun njëri parë që më ka besu, që muj me bo këtë punë. Edhe për qëtë arsye, menoj së djem ku jam se kom ka njëri kom thonë vetës ma mirë pela krejt, po Ellenelli o kunaj që më ka thonë do është me vazhdu për para. Moshën edhe talentin top. Po tash projekti fundit Si njofta. Po. Na, qëfar tematike ka Si njofta? Ku na pjethu Si njofta? Po tash... edhe... Nëse mujna me zbërthy pak. Po. Stili është hip-hop. Pse hip-hop? Kam konga që bëj hip-hop, se hip-hop është më shumë për realitetin. Okej. Edhe kej që ato sane që i kini kun kongë është realiteti janë. Na? Në Londër edhe... 100%, a? Po. Po tutna. Ja, jo, se kam për ato. Si e kanë pritë shësnia, shokët, familja, rrugtimin tënë në muzik, edhe vazhdimin tash që përbën. Familja më ka përkra gjithë, edhe është pak a qytetshme se shumisa familjet shqiptarë kër i thu po du më po repert nuk të marrin seriozisht. Po du me falenderu familjen që më kanë përkra, edhe kam po që e bëj me dashni dhe për këtë arsye më kanë thonë vazhdo me këtë punë. Nëse vazhdon ky sukses që e ki tash fillimisht, a po kthehesh në Kosovë me jetu? A ki si plan nëse vetëm... Për momentin nuk di që të thëmë, tash ta këshyrim që shkuj sajnet, po ne di që kom arrit shumë një ditë, tash kur vjena ditë nuk e di, po du mi të regu njerëzve që... Pëjt, ta bojna i foto njerë qështu, ta mojna si kujtim. Ta qej mas një 6 muje. O, po. Nuk ka që jem me ego, po njëri do të me pas vetë besimin se... Normal. Që ja të shtymë për para. Kër e besojnë vetën, mund në shkricenet mjo. Edhe projektet e ardhshme tash. Më të regove që i kjetë një projekt, po sa po planifikon brenda mujve të fundit që kanë betë brenda aktiviti. Edhe sa muzika do t'i kemë projekte për teje. Edhe na i bashkëpunim në ashta? Por në momentin nuk ka bashkëpunime me nëjkën, se po du me të regu njerë vetën, po jam i hapër për bashkëpunime me gjithë kanë. Top 3 artistat e tu, pa Ellenellin, pa MC Kreshen, edhe pa këta që ki dosta, top 3 Kreshen. Që kisha bu bashkëpunim? Jo, ma të mirë. Ma të mirë, okej. Që këta pe di që i cilësën ma të mirë, po trend ndryshe. Por në generatën e reja, veç në përgjithsi? Në përgjithsi, pa problem. Okej, mas pari kësha thonë Tajna. Okej. Mu më pëlqen stili Tajnës shumë. Dikush tjetër, normal, Onika Tili. Po. Legend. Po ma harën. Ja. Onika Tili është legend edhe ai ka inspiru bele këtë qëta repera e artista që ishe në ditë sotit, shumica ka në inspirimin prej Onika Tilit. Normal. Edhe një. Edhe një. Së di, baba. Nja, me në prët, nja kena shumë. Ju mbo shumë. Po, dhe jenë bo shumë. Ani një të ri? Muzikin. Muzikin, Po, mu pëlqen muziki shumë. Dhe unë falenderoj shumë, është përsej që mu taku edhe shumë herë tjera. Po, gjithë qysh. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë.